Pas më shumë se 2 dekada shpritjeje, ka nisur ndërtimi i Muzeut të Dritoro-Agollit në Devoll, një projekt që përfaqëson një nga nismat më domethënëse kulturore, jo vetëm në këtë zonë, por edhe më gjerë. Ky muze do të përfaqësojë denjësisht jetën, veprën dhe trashëgiminë e një prej figurave më të mëdha të letërsisë shqipe. Nëpërmjet emrit të Dritorit ne të nxjerrim në pa ato vlera të cilat karakterizojnë popullin e Devollit. Por ajo të jetë e vizitueshme nga vizitorët dhe pse jo dhe turistë tuaj, të cilët janë të njohur me figurën e Dritorit-Agollit, pasi vepra e tij është përkthyer në shumë gjuhë të botës. Kemi filluar një grup pune me përfaqësues dhe të familjarëve të Dritorit, me specialistë të turizmit, me specialistë të historisë dhe të muzealizimit, për ta kthyer jo thjesht një muze, por një qendër që do t'i shërbejë turizmit, trashëgimisë kulturore dhe eventeve që tashmë ne i kemi pjesë të rajonit tonë. Miqtë e shkrimtarit Dritoro-Agolli ndihen të entuziazmuar për këtë projekt. Dritoroi ka patur ëndër që të ngrihet edhe një monument për punën, dhe ma ka thënë disa herë dhe e kam të incizuar edhe në video, që do një monument për punën në mes të Bilishtit. Do të jetë një atraksion turistik, sepse ka shumë agjenci turistike që thonë u bë Muzeu i Dritorit, sepse shumë vizitorë kërkojnë që të vinë të shohin Muzeun e Dritorit në Devoll. Vlera e kontratës është rreth 19 milion lekë me TVSH. Ndërtimi do të zgjasë 6 muaj nga momenti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit dhe nënshkrimit të procesverbalit për fillimin e punimeve.